Jo, është një vendim i cili në situatën që jemi normalisht shihet në dy aspekte, aspektin politik dhe juridik. Nga pikpamja juridike është një vendim i papritshëm për gjithë ata që merren të paktën me kushtetutën, duke pas parasysh që është një vendim i cili lë shteg për interpretime të rasteve të tjera. Çka do të thotë që nuk është një vendim unifikuar, se çdo vendim i dalë nga gjykata kushtetuese bëhet ligj. Pra me formën e ligjit dhe ne e quajmë vendim unifikues. Pra u la me qëllim litar jashtë. Në këtë rast nuk kemi. Në këtë rast mund të themi se në një moment të dytë, nëse SPAK-u të kërkoj marrim si rast petimin e një ministri apo të vetë kryeministrit, do lej përsëri atë hapësirën për të vajtur në gjykatë kushtetuese. Pra nuk u bë një vendim unifikues nga gjyqtarët dhe është e turpshme për vetë gjykatën që merr një vendim të tillë, sepse realisht ishte një vendim që s'kishte nevojë jo vetëm për te zgjatje, por edhe për interpretime nuk kishte nevojë. Pavarësisht se ata mundohen ta interpretojnë në mënyrën e tyre, por ajo që të bie në sy është që të gjithë ata që kanë dalë kundra, që kanë votu, domethënë pro kërkesës Ramës, fatkeqësisht asnjë nga ata nuk ka qenë gjyqtar. Asnjë nuk ka qenë gjyqtar nga ata? Jo, asnjë s'ka qenë gjyqtar nga ata. Dhe më vjen keq për pritësia që të paktën të ishte një vendim, mund të dilte njëri apo dy persona mund të dilnin kundra. Në atë trup gjykuese, pra dy gjyqtarë mund të ishin kundra ose një mund të ishte kundra që të themin e pakica, por të dilnin katër, edhe këto të katër kanë dalë në momentet e fundit të rrezik do jenë bërë katër. Domethënë se në vendimin e pezullimit që quhesh, ai vendimi i parë i gjykatës ishte 5-3. Po 3 gjyqtarët ishin kundra, domethënë pezullimit, dhe të 5 që nuk ishin gjyqtarë dolën pro. Bën një precedent. Tashmë kemi rastin tjetër në vendimmarrje e cili le atë hapësirën për të interpretuar, domethënë një vendim të mundshëm tjetër të SPAK-ut. Kjo është ajo ligjorja që bën gjykata kushtetuese. Nga pikpamja tjetër pastaj politike kemi një gjykatë e cila nuk shkon në interes të publikut. Pra është një gjykatë e cila nuk e mbron këtë kushtetut apo nuk di ta lexojë këtë kushtetut apo keq interpreton kushtetutën dhe i shko për shtat politikës. I shko për shtat politikës dhe kur them politikës kryesisht kam parasysh Ramën, i cili është në hallet e mëdha dhe në këtë moment del një gjykatë e kuptoj që i jep krahmi, po mos harrojmë se gjykata kushtetuese është gjykatë superiore, do të mbi gjykatën kushtetuese nuk ke më se ku ta ankimohesh dhe po dush ta ankimosh nuk ke ku ankimon më. Po ka hapësirë ligjore që kryeministrit i drejtohet prap, se kam dëgjuar edhe këto interpretime në media, gjykatës kushtetuese për këtë, ose Komisionit Venecias, po te kushtetuesja. Jo, në mënyrë absolute këtu mbyllet çdo gjë. Duhet të ketë ajo që ju thash në fillim që duhet të ketë një rast tjetër, me që është 4-4. Nëse SPAK-u merr një vendim për pezullim nga detyra të Ramës apo të një ministri tjetër, Rama qon prapë gjykatë kushtetuese, se ka një hapësirë, se atë të thash nuk u bë vendim unifikues. Pra që shtaron çdo gjë, shtaruse ai vendim, nuk ke më çfarë interpreton, dhe këta e lanë në këtë, dhe politikisht këta i erdhën për shtat Ramës në këtë pikë. I erdhën për shtat Ramës duke lënë, themi, asmish as pesh, në kuptimin e logjikës, për ta kuptuar edhe dëgjuesin më thjesht, më mirë. Nuk e lanë një evazive, një gjë të interpretueshme ku gjithkush tashmë fillon edhe bën interpretimet e tija. Pavarësisht se ky vendim që mori pikërisht për Ballukun, domethënë hedh poshtë kërkesën. Kjo është
taksative, nuk diskutohet. Nga momenti i marrjes të vendimi, Balluku shkarkohet nga çdo detyrë, qoftë ministri, qoftë zëvendës kryeministër, ikën nga qeveria. Zoti Rikoçi, po mund ta themi Republik Prokurorësh tani, sepse ata mund të kërkojnë dhe pezullimin e gjysmës së qeverisë. Jo, këto republikat e prokurorëve, këto janë qesharake. Këto janë qesharake sepse Republik Prokurorësh nuk ka njërë. Këta i kanë nxjerr, janë shpiket e këtyre këta, Republik Prokurorësh. Në fakt, mund të ekzistojë që ata të kërkojnë dhe pezullimin e 2-3 ministrave? Ata mund të kërkojnë pezullimin e çdo lloj ministri që ndodhet në qeveri të Ramën, duke përfshirë dhe Ramën, për një arsye të vetme, sepse unë nuk di se ka ndonjë që nuk e marrim me që në këtë kontekst. Të rrjedhi apo të çaj tuneli i Llogarazit, ti thuash është Republik Prokurorësh, të bie rruga, të çajet rruga. Të bie tuneli i Murizit atje. Dhe ti thua që është Republik Prokurorësh, të bie... Rikoçi, po përtej abuzimeve, pra, nuk është se po bëhem avokat, po kjo ndarja që nese do vinë një tjetër që do jetë në kryeministër, dhe Spaku nuk ka pezulloj, mund ndërhyjnë kompetencat. Nuk është kompetencë, sepse pikërisht pse thash, kanë lënë evazive dhe turpi tyre që kanë bërë atë lloj interpretimi, çdo lloj interpretimi të kenë bërë. Çdo lloj shtegu të kenë gjetur. Është turpshë për një gjykatë kushtetuese që është gjykatë supreme, të marrë atë lloj. Jo më kot kam thënë që gjykata kushtetuese kur bë reforma në drejtësi, kërkova që gjykata kushtetuese, anëtarët e gjykatës kushtetuese të ishin mbi 65 vjeç dhe të kishin një përvojë e para, dhe të ishin njerëz të cilët ishin të ingranuar me kushtetutën. Po këto janë pasojat e asaj ndryshimeve kushtetuese që këta bën, këtë lloj reforme që bën, se e kanë bërë vetë, gjitha e kanë bërë vetë këta. Dhe sot ankohen për atë që kanë bërë. Dhe nuk ka Republik Prokurorësh. Ta heqin nga mendje të gjithë. Republik Prokurorësh nuk ka. Nuk ka për një arsye të thjeshtë. Pse? Sepse një prokuror nuk mund marrë një ministër, nuk merr guximin që të marrë një ministër dhe ta pezulloj nga detyra. Apo të bëj arrestimin e një ministri pa pasur asim fakt dhe asim provë. Nëse do ta bënte këtë gjë, ai ministër nesër do të dilte më i fuqishëm dhe prokurori do mbante përgjegjësi për atë. Kuptohemi drejt. Nuk e di se ku e kanë parë këtë Republikën e prokurorëve këta, në ç'vend të shtet. Po në shtet kanë parë këta, ne e dim shumë mirë, dhe ka raste, me qindra raste, ku një kryeministër është kap me një shishe birë, themi, dhe ka dhënë dorëheqjen. E ka policin rrugë, ka dhënë dorëheqjen. Pra, për një incident shumë thjesht, për një incident që ai nuk e ka bërë, majmë rastin në Italisë kur ra ura, ministri nuk kishte absolutisht asnjë lloj lidhje se sa ishte bërë ministri. Ura kishte 100 vjet që ishte ndërtu. Megjithatë, në momentin që ura ra, ministri dha dorëheqjen. Më gjeni këtu kush ka dhënë dorëheqjen. Dhe pastaj më thuaj mua është Republik Prokurorësh. Kjo është i turp i politikës shqiptare, këtyre para politikëve që nuk e njohin politikën. Po këta duan të mbrohen me imunitetin dhe me mandatin e deputetit. Atë mandat që ta më dolet e mandati i deputetit tek arsyetimi 4 nga anëtarët theksoni që edhe për pezullimin Spaku, pra gjykata, duhet i drejtohet kuvendit, ashtu sikur për heqjen e imunitetit. Tani mund të shërbej kjo si indicie që tani si nga këtu ato ndryshimet edhe një herë të kushtetutës ose reformës drejtësi, pra si pretekst? Jo, sepse pikërisht ky ishte themi idiotësia e gjykatës kushtetuese. Nuk ka lidhje mandati i deputetit me pezullimin që i bëri prokuroria. Prokuroria i bëri pezullim për akuzë dhe mandati i deputetit që të heqish imunitetin, se mandati se heq do të thotë imunitetin e deputetit duhet i drejtohesh kuvendit. Në momentin që ti i drejtohesh kuvendit për imunitet, ashtu siç ka bërë Spaku,
që ka dërguar një shkresë tjetër, një kërkesë tjetër për imunitetin, për lejen të dhënë nga kuvendi, për të marrë një leje nga kuvendi, për të bërë arrestimin e Ballukut. Janë dy gjëra komplet të kundërta. U mundua Rama ta fusin në një thes. Pra, edhe pezullimin, edhe lejen për kuvendi, për arrestimin e Ballukut e furtit në një thes. Dhe i qyti të dyja bashkë, që nuk kanë lidhje njëra me tjetër. Prandaj ngul këmbë tek ajo që them turp katës kushtetuese. Sepse nesër kuvendi, Komisioni i Mandateve dhe Imunitetit është i detyruar të mlidhet dhe të marrë vendim. Por ky vendim që merr Komisioni i Mandatit nuk ka lidhje me vendimin që ka marrë gjykata. Gjykata ka marrë vendim vetëm për vendimin e gjykatës. Po megjithatë duhet ta pranojmë zoti Merkoçi